aty është vënë një tabel që Tragjasi është futur të 100 fshatrat. Dhe ne jeni edhe fshat turistik? Pjesë 100 fshatrave. Mbas asaj, ne prisim që të bëjë investim këtu, në Izvor i themi ne, ose në Lulishte, edhe të bëjë një park ujor, kemi kaq vjetë që e presim, edhe të bëjë dhe një park historik në Tragjasin e vjetër, në kuadrin e 100 fshatrave. Asë një gjë s'ka ndodhur nga këto, asë një lek së shtetur. Pra vetëm thjesht një emër në atë listën me 100 emër? Së shtetur asë një lek. Tani, përfundimisht, ne ballafaqohemi me këtë projekt që vërtet na kujton Lubin. Ne kemi një legjend të Lubis këtu në fshat, që na i kanë transmetuar brez pas brezi, se ka qenë një shesh i kashtë, si themi ne aty, një kënet, edhe diçka u turinte aty, edhe është Lubia na thoshin. Tani, Lubia ka ardhur ai projekti me 300 litra në sekond, që do t'i vendoset këtyre burimeve, gati gjysmën e ujit, s'po i futemi dhe llogarive 100%, gjysmën e ujit duan ta marrin ata dhe ta bëjnë zonë të ndaluar. Shiko çfarë diferencë nga një park ujor, që mund të ishte i dyti në Republikë mbas Drilonit, në një zonë të ndaluar. Unë jetoj në Tiranë, edhe shumë bashkëfshatarë të mi kudo që janë gjithë botën, kur bien miqtë e tyre këtu, ne me këtë burremi, me këto burimet, se dojnë qik zamet që të shkosh në Tragjas vjetër, se do mburresh pastaj dhe me Tragjasin e vjetër, po këtu është dhe më kollaj.